Irena Elmaslari është një nga shumë gratë që kanë arritur të fitojnë betejën me kancerin e gjirit, një sëmundje që çdo vit njeh rritje shqetësuese të rasteve. Ajo tregoi se ishte vetë ajo që vuri re ndryshime në trupin e saj, derisa mori lajmin se vuante nga kanceri i gjirit, një luftë që zgjati plot 5 vite, të cilat sot i kujton si një betejë që ia vlejti sepse doli fituese. Kam bërë 3 operacione rresht për 5 vite. Dhe tani gëzoj shëndet të plot. Fillimisht jam ndier shumë kur mora përgjigjen nga mjeku që do operosha, jam ndier shumë keq, sepse thosha, a do mundem të jem pranë fëmijëve? Ju lutem grave që të jenë më të kujdesshme për shëndetin e tyre dhe sa të shikojnë që një gjë nuk shkon në trupin e tyre, të drejtohen direkt te mjeku sepse ka shërim. Vitet e fundit shifrat e grave të diagnostikuara me kancer në Pogradec janë rritur. Sipas autoriteteve nga ana tjetër ka një rritje të konsiderueshme të interesit të grave për të kryer mamografin, një hap kyç në zbulimin e hershëm të sëmundjes. Nga viti në vit kemi një rritje të ndjeshme të gjitha grave të cilat duan që të kryen mamografin. Por ajo çka doja të thoja është se në 5 vjeçarin e fundit, nga viti në vit, ne kemi një rritje të lartë të numrit të referimeve. Dhe kjo është vërtet për të ardhur keq. Pra, tregon një trend që të gratë është prezent problemi. Për të rritur ndërgjegjësimin, nxënës të shkollave, vajza dhe gra marshuan në rrugët e Pogradecit, duke shpërndar mesazhe për vetë kontrollin dhe vizitat mjekësore. Sa më herët të diagnostikohet kanceri i gjirit, aq më të mëdha janë shanset për shërim.